أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. Allahu në falenderojmë nga ai ndihmë dhe mbështetje ngarkojmë atë që Allahu e ndihmon nuk ka kush që ta mposhtë dhe i lutena madhrisë tij që na mundsone pasi kemi lind musliman të jetojmë si musliman dhe t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut me iman. Dhe njëtën kohë i lutemi Allahu xhaleshanuhu na jape dituri për cilës do të kemi dobi, na mësona atë të cilën nuk e dim, na kujtona atë të cilën e kemi haru. Dhe njëtën kohë në rrugë të drejtë të gjithëve me na udhëzu. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë shpirtit të Muhammedit alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, ashabëve të tij dhe familjes të tij të pastër dhe gjithë besimtarëve islam, të cilët ndoqën ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e Kiametit. E ne i lutemi Allahu xhaleshanuhu që të jemi për kësaj grupe inshallah. Pa hub në kohë, ju veç e dini se radha sot është të folët mbi sahabiun e 4 me radhë, siç janë të radhitur në kohërat, po prej kohës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra kështu i ka vlerësu vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, gjithmonë ka thënë Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, dhe thjesht këto janë quajtur edhe udhëheqësit e drejtë, pasi që pas tyre do të ketë tërëzira ala më tepëra dhe kjo periudhë 30 vjeçare është quajtur periudha e khalifatit të drejtë, Khulefai Rashidin. Hazreti Aliu dallon nga këto 3 halifët e parë për shkak se Hazreti Aliu si fëmijë ka hyrë në Islam. Në krahasim me Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, këto ishin veç në moshë. Ki hiti në Islam qysh sa i kishte pa i mbush 10 vjetë, do të fëmijë. Dhe ka shumë hadithe pejgamberi alayhi salatu wassalam që ka fol për vlerën Hazreti Aliut, dhe jo rastësisht e ka këtë vlerë për shkak se ai është eduku në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Është eduku nga mësuesi më i mirë, nga pedagogu më i mirë i të gjitha kohërave. Dhe kjo që është që duhet ta marrim ne si mësim sande është se shumë ndikon dhe ka rëndësi edukata e mirë. Edhe këtë se si do ta përcjellim ne edukatën ke fëmijët tanë, se e pam se pejgamberi alayhi salatu wassalam që e përcjelli edukatën ka Hazreti Aliu, dhe Hazreti Aliu arriti në këto shkalla ku që dhe ku u lavdru nga vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam një rast thot kështu: unë jam qyteti diturisë. Dera e këtij qytetit është Aliu. Do thot ne kur e përmendim Aliun e përmendim si një trim. Me njëherë kur e përmendet Aliu përmendet si trim. Po përveç kësaj trimëri, po ai ka pas edhe njohuri shumë, dituri të madhe. Dhe për atë pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka Zoti i cilësone sahabët e tij, për Aliun ka thënë është gjykatës i mirë. Ka ditë gjykon e mirë, dhe ne do të shohim, do të hapim edhe shemblla se si 3 halifët para këtij si kanë marrë, kur kanë dashur të marrin një vendim, e kanë marrë gjithmonë mendimin e Hazreti Aliut dhe kanë qenë fitues. Hazreti Aliu, siç thash, ka lind po ashtu në Mekë dhe është më i afërmi me pejgamberin alayhi salatu wassalam nga krahasim me këto 3 halifët para prak. Dhe ai u eduku
në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po si erdhi ke shtëpia e pejgamberit? Thjesht është djali i mingjës, është djali e Ebu Talibit. Ebu Talibi ishte ai që ja la amanet gjyshi Abdul Mutalibi, baba i tij, do thotë gjyshi i pejgamberit Abdul Mutalibi, ja la mbas si vdiq ai i kishte kur vdiq Abdul Mutalibi, ki ishte 8 vjeçar pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe e ja la si amanet Ebu Talibit, edhe pse kishte ai edhe gjemgjer. Ishte Ebu Lebi, Abasi e shumë tjerë. Por ja dha këtij dhe ki u rrit në shtëpinë e Ebu Talibit. Pastaj thot Ebu Talibi gëzonte autoritet shumë. Dhe shohim se ai edhe pse nuk vdiq si musliman, por ishte një mbrojtësi i madh i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe një vit për viteve kur Aliu i kishte 6 vjet, çatëherë dhe kalon në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, roku një krizë financiare në Mekë, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam shkoi ke mingja i tij me emrin Abbas. Papa dhe që dhe keni gjuhë Abdullah ibn Abbasi. Të thot Abbasi ka qenë mingja i pejgamberit. Abdullah ibn Abbasi gjali mingjës. Si kur edhe Aliu. Dhe shkon ka Abbasi i thot i bën një propozim se e shohim se gjendja e Ebu Talibit është e rëndë, ka familje që mezi kalon muin, do thot financialisht e ka vështirë shumë, a ka mundësi t'ja lehtësojmë pak atij, që t'ja marrim një gjaltin, një gjalun, që t'ja rrisim dhe t'ja lehtësojmë harxhimet. Abbasi nuk u hamen në këtë rast, e pranoi propozimin e pejgamberit alayhi salatu, atëherë nuk ishte pejgamber Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe shkon kështu që ki e zgjodh Aliun. Xhaferi ishte më i madh se Aliu, Xhafari ibn Ebu Talib, e keni njohur, atë e merr Hamza e Aliun e merr pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe filloi Aliu të rritet në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe pejgamberi aq afër e mbante. Të tregon Aliu, thot, sa herë të më afronte mu, dhe më afronte trupin tim në trupin e tij, që unë e andisha aromën e tij. Dhe ajo më bëni që unë kur nga ajo aromë mos largohen. Dhe së rrisha pa pejgamberin alayhi salatu, së rrisha pa e shiju, pa e ndi aromën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe kur i erdhi shpallja, tash si pranoi Islami, kur erdhi shpallja, pejgamberi alayhi salatu wassalam e dini se si u kthi nga shpella Hira, dhe ishte duke bisedu me Hatixhe, gruan e vet. Dhe ki ndëgjoi, e tha çka jeni duke bisedu? Tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam se Allahu më ka thënë si pejgamber, fillon t'ia tregonë në atë formës se ki si fëmijë për ta kuptuar ki. Thot këtë fjalë thot si kom dëgjuar asnjëherë. Edhe thuan dietarët, thot nuk e ka thirr, ai ti beso, sa i ka qenë fëmijë. Ai vetiu ka hi me njëherë në besim dhe ka besu. Me një rivajet tjetër thot, ta pjes babën, ta pjes babën, e pejgamberi alayhi salatu wassalam, për respektin e prindve, edhe pse baba e tij s'ishte musliman, por kishte respekt prindi, nuk e ndaloi, tha pjete. Dhe baba më dikur u kthi, Hazreti Aliu, tha e pjete babën? Tha jo se pjeta babën. Tha po pse? Tha Allahu kur më ka pru mund dinjo, tha se ka pit babën tem. Pse unë duhet ta pjes babën për ta adhuru Allahun? La hawla la quwwata. Pse unë duhet ta pjes babën për ta adhuru Allahun? Dhe tash respektu i prindve, nëse dalim këtu pak ke respektu i prindve është shumë i madh. Sa që nuk pranohet edhe adhurimi Allahut nëse babën e keti idhrut. Nëse baba thot të urdhnon ta marrish ta qesh deri në kish, edhe nëse ai është i pamundshët, i palëvizshët, do ta marrish në krah, e ki obligim ta qesh. Por nëse thon hin edhe ti në kish, e këtu nuk respektohet. Do thot kur është çështja për t'i bë shirk Zotit, ose
për ta kundërshtuar urdhnin, ligjin e Zotit, atëherë nuk respektohet prindi këtë rast. Se përndryshe duhet pa marrë parasysh edhe pse është jo musliman. Dhe këtu edhe hani tha shko, pyete, ai tha, Allahu nuk e pyeti babën tim kur provu mu, pse unë duhet ta pyes babën kur duhet ta adhuroj Allahun. Këtu shifet se çfarë logjike. Dhe pranon dhe ki ishte prej meshkujve i pari. Prej meshkujve. Do thot, a kurse prej burrave ishte Hazreti Ebu Bekri. A mashkull prej grave ishte Hazreti Hatixha, thot Hazreti Ali unë isha i treti. Pa kush i pari? Thot pejgamberi që besoi Allahun pastër, Hatixha dhe unë i treti. Prej fëmijëve i pari. Prej fëmijëve i pari, prej meshkujve i pari. Prej burrave ishte i pari Ebu Bekri. Këtu të kemi qartë të sende. Dhe filloj më tash prej këtij momenti, filloj që ta adhurone Zotin bashkarisht me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe ala ishte koha që duheshte të bëhet nxehtas besimi, nuk ishte haptas. Dhe ibadete që i bënte pejgamberi alayhis salatu wassalam bashkë me këto që i kishin besu pejgamberin, i bëshin nxehtat. Një ditë e takon Ebu Talibi, baba i Aliut, e shef duke adhuru Zotin, duke u falë. Dhe këtash mendon se do të bëhet diçka dhe thot ti çka bën kështu? Që s'ka qenë tradit këtë parët tonë dhe ki i tregon drejt. Tash i tregon drejt. A dini çka thot Ebu Talibi? Thot unë kam autoritet. Mu do më keq kuptoj njerëzit, subhanallah. Çalla tash. Edhe kjo e bëni që ki dale pa iman për kësaj. Sa ishte në momentin e vdekjes pejgamberi shumë mërzit, ai donte të besone Ebu Talibi. Në momentin e vdekjes, kupton, kur morën vesh, ki ishte gati të besu, kur morën vesh Ebu Gjeli, Ebu Sufjani, se ki don kalone në fenë e Muhammedit alayhis salatu wassalam, me shpejtësi të madhe hitën në dhomën aty ku ishte ai shtrimën, e ne i thanë, ke kujdes se çka je të bëj. Edhe këtu që ajo sën hini në islam. A më çka tha? Ti vazhdo ngjohe Muhammedin alayhis salam. Nuk e pengoj këtë, ti vazhdo ngjohe Muhammedin alayhis salatu wassalam. Tash, si thash, kur përmendet Hazreti Aliu, përmendet trimëria e tij. A ishte trim? Ishte i guximshëm. Ka trimëri, ka guxim, po me ignorancë. Guximi me ignorancë, ajo bën shkatrim, ajo bën përçarje. Kishte guxim, por ishte i ditur. Kishte dituri, kishte njohuri, ma atë që e bënte. Dhe kur pejgamberi alayhis salatu wassalam, tash ne dekallzojmë pak disa raste kur si e tregoi trimërinë e vet Hazreti Aliu në kohën e pejgamberit alayhis salam, sa ishte gjallë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Thot kur Allahu xhalleshanu e urdhnoi pejgamberin alayhis salatu wassalam që t'i thirrë familjen e afër, fendhur ashireket al-akrabin, thiri të afërmit familjen tënde të afër, thiri në islam. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam e çoi Hazreti Aliun që t'i thirrë, se Hazreti Aliu veç ishte në shtëpinë e pejgamberit, ai u rit atij, edhe ishte i pandashur. Dhe kur erdhi koha që t'i thirrë, i thiri Hazreti Aliu, bon një gosti. Dhe tash u tregon të bie shkurt, i tregon pejgamberi alayhis salatu wassalam pse i ka thirrë, arsyen pse u ka thirrë, se jam i dërguar prej Allahut pejgamber. I thot ato që bën thirrjen pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe thot unë dua prej jush për krahjen tuaj. Kush do më përkrahaje? Krejtërin me krejt poshtë, kërkush. Hazreti Aliu atëherë në atë kohë do thot i ka pas 14-15 vjet. Ngren dorën, thot, unë ja Rasulullah, unë jam ai i cili do të përkrahej. Mi pa i konsideru i rishëm. Pejgamberi ai ka ditë pejgamberi se Hazreti Aliu është mat, ka dashqir. Thot ti ulu Ali. Prap pejgamberi e përsërit pyetjen, prap Aliu 3 herë. E në thot ti e vëlla jem je Ali, ti e vëllau jem. Dhe ti e trashëgimtari jem. Atëherë fillon qerët me Ebu Talibin të tallën, thotë aja, nipi jot çka ka bëni, gjali jot ku ka shku, edhe me këtë mirë po këtu tregoj trimëri.
Hazreti Aliu. Trimia tjetër që tregoja Hazreti Aliu ishte momentin e dini ju kur ato bon kurthin se si ta mbisin pejgamberin alayhis salatu wassalam. Rastin kur bëni pejgamber, kur duhet ta bëni hijretin, pra urdhnu që të bëhet për shkak kurthi që e bën ata, Allahu xhaleshanu që Xhibrilin ja tregoi kurthin se çka mendojnë mushrikët e Mekës dhe ti bën hijret. Mirë po, edhe pse nuk e besonin pejgamberin alayhis salatu wassalam si pejgamber, por e besonin si besnik, kishin besim të madh, sendet më me vlerë, kontratat më me vlerë, krejt ishin në te pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte sinqert, nuk donte ti tradhone. Edhe nëse ti të tradhton dikush, ti mos u bën tradhtar. Edhe nëse të tradhton dikush, ti mos u bën tradhtar. Dhe këtë shohim ka shembull i pejgamberit alayhis salatu wassalam se ata musliman para që shkuan në hijret, që shkuan në Medinë, ata lanë krejt pasurinë dhe këto këtë va uzurpuan pasurinë, mushrikët e Mekës. Dhe pejgamberi kishte ta shansën të marrë shumë nga pasuria e mushrikëve të Mekës se kishte vetë këtë pasuri dhe ti marrë ti çon në Medinë. Mirë po jo. Ato që janë tradhtar, pejgamberi dhe unë s'u tradhtoj. Dhe çka bëni? Sakrifikon jetën e një më të dashurit të tij për t'i përcjell amanetet. Edhe kuj, jo muslimanëve. Amanetet e jo muslimanëve. Dhe pas diskutim tash kush duhesh të tirine, tash i merr shkaqet pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pse Allahu xhaleshanu nuk kish pas mundësi pejgamberin ta marrë prej Mekës ta çonte në Medinë, pa u mundu, pa lodhje, pa hetu mushrikët. Siç e çojmë mbi 7 kat qiell në Isra dhe Miraj. A kishte mundësi? Po kishte. A mundohesh të ti kallzone popullit se edhe pse pejgamber po duhet mirën sebepet. Se nesër shumë njerëz dhe kishin arsye duke thënë se ja, pa ai pejgamber ai shkoi ashtu, ama nesër ne bëjmë atë. Ja, pejgamber po i mur sebepet, çka që duhet ti marrësh sebepet. Mos andej duhet mbështetesh ke Zoti. Duhet një herë të hish në fakultet. Ta marrësh indeksin. Pastaj duhet të mësojsh, të hish në provime, po pastaj mbasi e ke mësu landën, atëherë merë mbështetu ka Allahu xhaleshanu. Ama nëse ti nuk e përgatit hiç, edhe dëm defe Zoti. Jo, prap e përmendi që atë thënjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam lidhet devën dhe mbështetju. Kjo ka një koment shumë gjatë. Nuk ka vetëm puna lidhet devën. Që lidhja e devës është në krejt aspektin e jetës. Mëso, regjistroni në fakultet, mëso dhe mbështetu ke Zoti. Hape dyqanin dhe mbështetu ke Zoti. Në ngruan njësër herët për shkop kur duhet shkosh punë dhe mbështetu ke Zoti. Apo jo të rish. Mbasi merr shkaqet, po pastaj kërkon mbështetjen ka Allahu xhallahu. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam e la Aliun në shtratin e tij, që ata çka të bëjnë, kur ta shohin se ka një njeri mrenda në dhomë, ata të rinj do thot mashtrohen se Allah është pejgamberi alayhis salatu wassalam. Po ta shifshin dhomën bosh, ato më një herë dhe mirëshin iniciativë tjetër. Ti vieshin bas ku kanë shku. Dhe ato pritën deri në mëngjes. Cëllën ki atëherë Hazreti Aliu ka qenë në moshën 23 vjeçar, 22-23 vjeçar. Dhe dinte se çka mund ndodha ati. Mirë po ai kur ishte çështja e pejgamberit alayhis salatu wassalam ishte i gatshëm të sakrifikon jetën e tij. Aman edhe pejgamberi dinte cëllën e kalon ati. Dhe trimnin tjetër, pastaj historia e keni ngjuar thash sëllesh kurtimisht i përmendi trimnin e Hazreti Aliut, pra ai mos andej mbasi qetësohet situatë, i hin brenda dhom, kur hin brenda dhom ai çohet atë thot çka është me ju? Tha ku është Muhamedi? Tha cilin Muhammed e kërkoni atë që ju e maltretoni edhe e keni përzon edhe e kërkoni tash? Ai ka shku, se ju se dëshit të jetë këtu me ju. Ja çfarë fjala? Ju e maltretuat, ju e përzut, tash e kërkoni ku është? Dhe mbasi u qetësu situata dhe filloi pa derë dhe amanetin.
kjo është e jotë, aty është e jotë. Edhe shpejt, se pejgamberi alayhi salam i kishte thënë se si ti ndajsh amanetet dhe me njëherë merri rrugën për Medinë. E mora Zoti Fatimen dhe disa gra nga Ehli Bejti dhe nisën për në Medinë dhe në Kuba. Dini se pejgamberi u ndal para se të hinin në Medinë, u ndal në Kuba ku e ndërtoi edhe xhamin e parë aty që u ndërtu. Ati u takun me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe hitën në Medinë. Dhe si shkun në Medinë, kur shkun në Medinë, pejgamberi ju e dini se pejgamberi filloi ti vllazërone me qelit me medinasit, muhaxhirët me ensarët. Ensarët quhen medinasit, muhaxhirët quheshin këto me kilas, me kelit, që këto shkuan prej Mekës. Dhe ti me këtë vlla, ti me këtë vlla, Aliu vet. Aliu tek. Tha unë, tha ti e vlla jem. Pejgamberi nuk i pra tha ti e vlla jem. Këta Alaish si ishte martu me Fatimen, se në vitin e dit hijri u martu me Hazreti Fatimen, tha ti e vlla jem. Dhe këto shqipte se sa e favorizonte pejgamberi alayhi salatu wassalam Hazreti Aliun. Tash në luftën e Bedrit, kur dulën në luftën e Bedrit, mushrikët, arabët e kanë pas si zakon para se të hinë në luft për t'i nxit ushtarët dhe për ta mët forcën pak, ata kanë qitë di luftime. Trimat që kanë qenë ma të fuqishëm, i kanë qitë para, kanë bët di luftime dhe kështu që në këtë formë i kanë motivu ushtarët. Kanë mët forcën. Dhe dalin 3 ushtarë me provoj luftarake nga ana e mushrikëve. Edhe zonjë t'i provokojnë muslimantë. Kupton? Kur fillojnë ato të provokojnë, atëherë me njëherë dalin 3 vetë nga ensarët, nga medinasët. Këto kur i shofin dhe këto u vinë si nënçmim ajo. Thot, jo ne, nuk s'kemi punë me ju. Ju jeni medinasë, ju nuk s'kemi punë. Ne i duhen ato tonët. Të Mekës. Ne me ju s'keni, ju fkeni vrap. Me ju s'kemi punë. Edhe s'kemi kur një gjë me ju. Edhe atëherë Hazreti Aliu ngrihet Hamza, edhe marrin leje nga pejgamberi alayhi salatu wassalam 3 dhe dalin. Edhe një Ubejde o quajnë, të 3 kanë qenë nga fisi Hamza, minxhe pejgamberit. Ky djali minxhes të fisit ngusht pejgamberit alayhi salatu wassalam. Që të dalin me një herë, atëherë Aliu i ka pas 25 vjeçar ka qenë. Del Hamza me të parën, del Aliu me të parën, ki Ubejdi plagoset rënd dhe aj kur mushriku, kur merr të vrasë, atëherë reagon Hazreti Aliu reagon, Hamza ja pret kryen. Edhe u kri shputon edhe ki, edhe këtu shifet ajo disfata ative, edhe u pase këtu në di luftim veç mot është lufta, fitorja shifeshte. Pastaj në luftën e Uhudit, edhe ati Hazreti Aliu tregoi trimnin e madhe. Dhe thot njani që fillonte provokonte aq keq, bënte provokime, thot Hazreti Aliu së ne duroj dhe dul me një herë ja preu këmbët ati, që a e mbante edhe flamurin. Kur ja preu këmbët, ai normal ra flamuri e mur i diti. A i diti kur e qoj flamurin Hamza nënën tjetër, edhe atë e zhduki i treti kur e ngriti flamurin, prap reagoi Hazreti Aliu dhe këtu e pan me një herë në përleshjen e parë në Uhud, kjo ishte që fitun përleshjen e parë musliman, shkaku ishte reagimi i Aliut në kohë. Po pastaj masandej si vjen ajo nuk him ka ajo nuk kallëzojmë për si zhvillu lufta, kallëzojmë trimnin e Hazreti Aliu. Pastaj Hazreti Aliu një rast tjetër në Hajberi, në luftën e Hajberit. Hajberi është një vend 100 e disa kilometre larg Medinës dhe është toka më pjellore. Dhe kanë jetu jahudit dhe ato kanë qenë shumë të organizuar dhe shumë pejgamberë ato kanë vra. Shumë kanë qenë të organizuar dhe luftar. Dhe kanë pas të rrethuar vendin me kështjella, që ka qenë shumë vështirë për të përtu.
Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka fillu këto kështjellat i mare, ke njëna ke fundit kanë pas rezistencë të madhe. 3 herë kanë insistu dhe 3 herë janë kthy prapë. Dhe pejgamberi tash mendon si çka mund bëhet. Dhe thot natën, se zakonisht ato luftat i kanë bërë ditën, natën kanë pushu. Thot, nesër do t'ja hap flamurin njënit nga jush të cilin e don Allahu dhe pejgamberi. Dhe ai e don Allahu dhe pejgamberin dhe ai do të korre fitore, do kthehet me fitore. E ne thot Hazreti Omeri, do kanë fillu kush mund të jetë ki, kush thot asnjëherë se kum dash postin Hazreti Omeri. Përveç se këtë rast. Po pse e ka dash? Ajo që duhet ta marrim është se pejgamberi ka thonë e don Allahu dhe pejgamberi. E këto krejt kanë dash që t'jen nga ato që e dona. Tash kush është? Kush e ka këtë fat? Që t'jet nga goja e pejgamberit del se e don Allahu dhe pejgamberi dhe ai e don Allahu dhe pejgamberi. Tha gjithë natën një dhe Omeri tha kur se kom dash postin përveç se këtë rast. Se kallëzohet se dashuria Allahut kun ka qenë pjeqja. Edhe ati ku përmendja në Gjerlindi, këto kanë arrit kritat të shkall duke punu që Allahun ta kënaqi, jo veten ta kënaqi. Ne pse nuk kemi sukses? Se ne mundohena ta kënaqim veten. E jo Allahu. Nuk dal pi temës, sot dhe ta përmendi që më kujtu, një hoq plak dhe i kështë e bo gjallin e vetë hoq. Dhe gjalli i diplomu, gjalli me fakultet, me magistratur, dhe vin në gjamit kalzon ders, pragaditën dersin, me himje, me thel, me mbarim, me përfitime nga dersi, krit ki. Gjemati e njojnë mirë, kur ka zën plaku, gjemati krejt qaj. Edhe ki bëhet një ditë gjelos, gjalli, thot o bab, me marë të krahasojmë dersin tënd me dersin tem ka male. Nuk mund të krahasohet. A më njahal, atë i ti kur ka zën ato krejt qaj. Ke unë nuk bën për një farë etheri, nuk lien për shtipje. Thot, o birje me edin ku është në qëtësia? Tha ku bab? Tha ti kur e pregaditën dersin, krejt e bon që ti knaqesh njerëzit. Unë kur e pregaditi dersin, mundohem që ta knaqe Allahun. Këto është dallimi. Unë pregadis dersin që ta knaqe Allahun. A ti pregaditën dersin që të knaqesh njerëzit. Pa e knaqe Allahun, njerëzit nuk knaqen. E këto është. Edhe këto ne nuk parat nuk jemi të lumtur, se ne krejt qish bëjmë, a kasim ta knoqim vetën, unë e kazova edhe një not tjetër. Pa e knoq tjetëri nuk mund të knoqesh vetë. Dhe këto për atë arritën këto suksese, për shkak se këto mundoheshin që Allahun ta knoqin. Edhe është Allahu i knoqet, ato, që ishte kulmi. Dhe këto krejt kur dul sabahi, të preqin tash cëllën të athire për nga meri që hape flamuri. Ta ku është Aliu? Aliu atë nëtë vjen, s'ka qenë ati. A dini pse? Se klima e Medinës shumë kanë diku negativisht ke banorët e Mekelit, të muhajgjirët që kanë erë. Deri sa ka bo lutje për nga meri a.s. Do thot kanë qenë, së njën adaptu me smundjeve. Dhe pluni i shkretirës kanë diku shumë negativisht në sitë Aliut dhe nuk ka pa, o qëru. Kanë më ndezë sitë nuk ka pa. Bila aj, kër e ka qu dikush për dore, djerajgjë. Tha ku Aliu? Ato me njerë, të ko është Aliu? Aliu i smunë, ja Rasul Allah, me sitë. Tha ma bini Aliu bin. Ato habitën, si dule Aliu këtu. Edhe e merë, thët pejgamberi a.s. me pështimin e ti të ndershme, ja fërkon sitë, edhe thët Aliu, thët mu hoq, si kur dhe kush ma hoq me dorë. Dhe më kur nuk kum pas problem me sitë.
Pra nuk o rasisht edhe aj trungu, aj cungu, aj druni, ka qaj për pejgamberin alayhi salatu wassalam. E sa mund t'jenë tash zemrat tona që ne kur e ndëgjojmë pejgamberit edhe salavat si qojmë pejgamber, sa mund t'jenë të vdekura zemrat tona. Aj dru, po ka qaj. E sa mund t'jenë dru, sa mund t'jenë të vdekura të zemra të cilët thuan Allahumma salli ala Muhammad. Edhe pse pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, kush më qon mu salavat një herë, Allahu i qon atij 10 rahmete, 10 mëshira. Ne prap nuk thonë Allahumma salli ala, thonë Allahumma salli ala Muhammad. Edhe ja jep flamurin. Edhe nisën. Tha më su kthe. Kur shkon para kështjellës pas ka pas një dru, hipën dru e vendon flamurin. Ai rabini ka qenë shumë i rrezikshëm, thot kush është ki? Thot ki është njëri prej ushtarëve të njohur të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kur ka lind Aliu radiallahu anhu, nëna e tij ja ka dhëndu Hajdar emnin. Hajdar do thot luani shkretirave. E kur kthehet Ebu Talibi s'ka qenë ati, thot jo, si ja ke vu emnin? Tha Hajdar, tha jo, do t'ja vëndojmë Ali. Edhe ja kthejnë Ali. Mirë po, Hazreti Aliu e ka ditë se këto fjalë ndikojnë shumë në zemrat që shtin frikë në zemrat e këtij populli ku kishin shku në Hajber. Dhe ai kur dul, filloi ai rabini të lavdrone veten se unë kush jam, çish jam, edhe e kam pas ato arabët. Tha, unë e kushije, i thot Aliut, thot, ti kushije? Thot, unë jam Hajdari që ma ka vëndu emnin nëna ime për kur kom lind. Do thot, luani shkretirave. Edhe ato fillojnë, luani shkretirave, kanë diku shumë, mendoj, ka shti frikë në zemrat ati. Dhe fillojnë, si përfundim, Hazreti Aliu e fiton, e rëzon edhe këtë kështjellë, merr edhe këtë kështjellë dhe e fitojnë luftën në Hajber. Kur në luftën e Hendekut, këtu pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka dash ta, normal se dash të bëhet di luftimet, ka dash ta ndale. Hazreti Aliu mos dalin di luftim. A dini pse? Se në luftën e Hendekut, pse quhet lufta e Hendekut? Se ati Selman el Farisiu, ka Irani ki ishte, ki ju dha një propozim, se ato ishin ushtri shumë e madhe dhe shumë alaat. Ahzab quhen alaatët. U bashkuan shumë edhe ata të cilët kishin marrëveshje me pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe ato ju bashkuan mushrikëve. Dhe ishte rrezik kjo situatë. Dhe Selman el Farisiu dha një propozim që qelin Hendeke, do të kanal, qolën kanal, që kur të vinë koltë së ne kalojnë kanalin. Dhe ne kemi shansën ma mirë për të marrë shenjë ester. Dhe këto, kur erdhen, kur e pan këtë para pregaditje të muslimanve, u habitën se këto se kishin pas tradit tilë, arabët nuk e njifshin këtë strategji të luftës. Mirë po ishte një Amr ibn Abdi Elvit, ki ishte shumë trim i madh. Dhe ki e gjetë momentin me një vend ku atje që mund të kalojnë kalorësit këtë Hendekun, dhe e kalun, dhe ki kur dul atje dhe filloj t'i provokone musliman. Ku jeni ju? Dhe thot, kalzën një trimrit madhe, se edhe ishte vërtet se e kaloj Hendekun. Asë njani nuk dha za. Ti dalin di luftim. Atëherë tha edhe njëherë, ku jeni ju që pretendoni se do të hini në xhennet nëse zvriteni? Që është provokimi shumë i madh. E ne atëherë Aliu i tha, ja Rasulallah, më lejo. Tha Ali, tha, kjo është Amri. Subhanallah. Pejgamberi thot, kjo është Amri. Kur i tha edhe për zditi, tha, ja Rasulallah, më lejo, dal. Tha Ali, tha, kjo është Amri. Tha, edhe pse është Amri, çka?
Tha ornata, dil. Edhe kur dul, strategjia e Aliut është interesant se Hazreti Aliu asnjëherë nuk ka vrarë njeri pa e thirrë në Islam. Subhanallah. Çosa kush e bën këtë? Këtë e bën trimnia, se ai që ka frikë do të thosë punë me një herë. A më kiç Allah? Tha që para e thirrën në Islam. Nëse nuk e pranon Islamin, atëherë e pranon shpatën. Tha kur dul dhe thot këtij Amrit i thot, ti ke lip di provokime, njënën e pranon, tjetrën se pranon. Tha unë kom di provokime. Hazreti Aliu i thot. Tha cilën e kje? Tha e para është të thiri në Islam, besim në Allah dhe të pejgamberit. Tha këtë se njof. Për mu s'vlen ki provokim. Tha e dita të thiri në di luftim. Kjo, tha, unë me babën tënë, tha, kom pas shumë muhabet. Dhe largohu, tha, se nuk dua të të vrasë. Pa ja, tha, që unë me lejen Allahu dua të të mbis. Aliu i thot, ja, pa ja që unë me lejen Allahu dua të të mbis, dhe filloj. Atëhera ju nërvëzu, u këthi, ku ju këthi? Luanit të shkretirave, hajdarit. Dhe filloj, dhe nuk shkoj pak ko, se Hazreti Aliu gjithmonë kur e mbunte kundërshtarin dhe bënte tekbir. Dhe u dëgju tekbiri Hazreti Aliut. Kur u ndal pluni, e pan Hazreti Aliun mbi Amri i shtrit, i vdekët. Dhe atëherë, kjo ishte një shka se këtu më nuk u zhvillu më luft. Këtu hini friga dhe fillun njerëzit të kthehen, thonë 10.000 ushtarë kanë qenë dhe fillun të kthehen. Dhe Allahu pastaj qonë edhe erë dhe qonë edhe frikë, kushtin frikë në zemër, po sefte e bakthisht friga që hini nga kjo, kur Amri ra, njoni matrimi mesin ative, atër ne qka jemi? Edhe për një gjallit të ri. Dhe këtu të regoj, dhe kështu që, ku thash se Hazreti Aliu nuk e vrit të njeriun nga inati. Vetëm se pa e thirë në Islam edhe për hir të Allahut. Të regohet një rastët me një njeri ka luftu shumë. Ka qenë edhe ai trim. Dhe kur e zdran, mbasi e zdran dhe kur merë t'i bjere më shpat, ai e pushtin Hazreti Aliun. Dhe Hazreti Aliu se ka pas shpatën kështu, se kur qohet shpata, nëse don ta kthesh në kallëf, nuk mund ta kthesh kështu, po ta lishosh mbas. Ka rregullore. Dhe ai e lishon mos shpatën. I thot pse nuk mbrave. I thot ki tash. Ai ishte e ne pse e provokoj shumë, po me këtë pushtimën e provokoj shumë keq, tha pse nuk mbrave. Tha unë tha kur luftosha të të vras për hir të Allahut. Tash mbasi më pushtite, mara një inat matë këti dhe kisha frikë të të vras se dhe konsiderohet vrasja ime ndaj teje nga inati. Unë nuk do të vras me inat. Unë do të vras për hir të Allahut. Ta ti mbash pushtite, tash unë do të vras me një herë mundën inati, xhelozia të të mbis. Ja, unë të mbis vetëm për hir të Allahut xhelshan. Kështu ishte Aliu. Dhe Hazreti Aliu normal në luftën e Tebukut, kjo është me rëndësi të përmendet se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur përgatit kjo pame dhe ke Hazreti Osmani se sa kontribut dha Hazreti Osmani për këtë luftë, dhe kjo ishte në 750 km me muj tepër mbetën musliman pejgamberi jashtë Medinës, dhe në Medinë kishte ala munafik, kishte jahudi, dhe ato priqin çdo një moment të largohet pejgamberi dhe musliman trimat të largohen për Medinës dhe ato të bojnë ato dredhirat e tire dhe shofim se edhe i bojnë ata. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e dinte se çka kanë Medinë dhe duheshte një njeri të jetë i sinqert dhe i sigurt dhe trim që ta mbane rendin Medinë. Që duheshte ta mbane rendin Medinë dhe atë zgjodhi Hazreti Aliu. Mirë, po çka bën këto munafikët? A din çka bën, shkon dhe i thua e provokun, ta provokosh trimin në trimni, është gjë e madhe. Tha ti, pejgamberit ka zhvlerësuar, ka lanë me plezh dhe me gra dhe me fëmijë. Çfarë trimi je ti? Atëherë Hazreti Aliu
provokohet në këtë rast dhe hip kalin dhe e mrin pa dalë prej Medinës pejgamberin alayhis salatu wasallam, i thot a më lën me gratë dhe me fëmijë? Tha, e di, tha, kush ta ka thënë këtë? Tha, o Ali, çullash ai thot, o Ali, a nuk dëshiron ti të jesh me mu si kur Haruni me Musën? Veç të ta dish se si e pejgamber. Ti je në raport me mu si kur Haruni me Musën. Musa shkoj e la Harunin. Dhët, e dinte pejgamberi alayhis salatu wasallam edhe për atë, ti kur duhet të largohesh nga vendi punës, nëse duhet të zaveconet dëkushi, ose të luhet lësh në familje, duhet lësh njëri që din ta udhëheqe punën. Jo ti kur të kthehesh më ta shofish hallakama e gjosh edhe shtëpinë ku është. Kjo është ajo pse pejgamberi alayhis ka mësimin që duhet ta marrim, pra duhet kemi kujdes se cilën e lajm dhe kush është përgjegjës për atë. Kjo vlen se nuk mundesh t'ja hapish një punë çdo njanit, që nuk mund ta krina, që nuk mund ta bën ajo. Ajo nuk është nder, ajo është zullum. Që sot që shohim ne, ai bën drejtor atje, bën drejtor këndit, bën ato e udhëheqës andi. Ato s'janë, ai vetëm se është i partijës edhe e ka shtisi udhëheqës si drejtor edhe ai e ka shkatruar drejtori. Apo atë shoqëri. Po duhet të shifet, vendohet njeriu i cili është kompetent për atë, që i përgjigjes asaj pune. Dhe këtu është ai shembulli që e marrim nga pejgamberi alayhis salatu wassalam në këtë rast me Hazreti Aliun. Hazreti Aliu ishte trim, por ai trimi tregonte, thash, aty ku duhet ta tregoni. Me gra ai nuk po kallzonte trimri. Tham, çka duhet ta kallzoj një rast Hazreti Aliu, si gjithmonë, këtë duhet ta shohim, ta marrim shembull se edhe ke Hazreti Omeri kishte probleme me gruana, tha gruas, kujtoja të mirat dhe branoja të këqijat, falja të këqijat, se grua është. Hazreti Fatimja, pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka dash shumë Hazreti Fatime. Dhe nuk ka mund të kalon një ditë pa e pa Hazreti Fatime. Dhe që të regon se gjithmonë ka qenë, edhe mbasi u martu Hazreti Aliu, a shkoj mbane shtëpitë vete. Por pejgamberi për çdo ditë shkonte vizite shifte. Edhe pse ai rinte çdo ditë me pejgamberin, po prap pejgamberi i jepte shansën, shkonte te natën, kur ktheheshte natën vonë, prap shkonte tek Hazreti Fatime. Dhe një ditë kur shkoj, ishte kohë dreke. Ato nuk si zakonisht në kohën e drekës, edhe sot tek sajde i thonë kajlule një vakët që duhet pushosh të fjesh. Dhe kjo është se edhe fëmijët thot 3 kohë nuk kanë drejthin në dhomën e prindit. Kur në kohën para sabahit, në kohën pas drekës, namazit drekës, dhe në kohën pas jacis. Këto 3 vakte s'ke drejtish, ose nëse duhet gërkosh leja, ose ato është vakti kur duhet pushohet. Dhe kur shkon pejgamberi e shef Fatimen, e Aliu s'është. Tha, ku Aliu? Tha, ja Rasulallah. Sikur pak i përzitën muhabetet, tha, dhe aju largu. Që Allah trimi që ka bën. Pra, nuk ka mundësi mos ketë dhe një mos marrëveshje burë e gru. Po problemi kur bëhet? Kur buri i rinë karshi. Unë jam burë. Ai buri, thot, largon, lishon pe. Kjo trimi, që lishon pe. Nuk ka zohet trimni me gruan. Si tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, nëse mundoni ta drejtoni do ta theni. Ajo është për brinit, për majës e brinit. Thot, nëse mundoni ta drejtoni do ta theni. Çka është kurorëzimi? Shkurorëzon. Po nëse leni ashtu e jetë të shtrema. Me që të thot pejgamberi ka ditë se ai ku mund të ketë shku. Ata kur kishin xhamin e kishin ngushëllim. Xhamin e kishin gëzim, xhamin e kishin ibadet, xhamin e kishin çdo gjë. Në xhami ato edhe kur shkojshin dikun para, falshin namaz në xhami. Kur ktheheshin prapë ke xhami e pejgamberit, ndaleshin, po pas se shkojshin nash. Tha e dinte shkoi pejgamberi kur e pa ajo shtrime në qesh xhami sa gjë, edhe koha e drekës kur është pushimi, ai ka qit atë pjesën e epër me ka busi jastuk dhe era normal ka fri edhe kaftira e tij ka fuk plun edhe. Edhe ki flen kur shkon pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i mshon. Dhe i thot, "Çau o baba i pluhurit, ja Aba Tarab. Kum, çau." Dhe pejgamberi Hazreti Aliu çohet, ai ka ditë se ç'është është problemi, tash çlla i thot një fjalë përgdhelse. Nuk shoh se ç'ka bëu me cocën time, fiti me kjo shka
ngru. Edhe thotë Hazreti Aliun e kanë thirrë Eba Hasan, baba i Hasanit Huseinit, po thotë ma tepër o knaq dhe o gëzu kur i kanë thonë me këtë pseudonimin që e ka qitë pejgamberi, që e ka vëndu pejgamberi, Ebu Turab. Kur i kanë thonë Ebu Turab, ki o knaq, baba i pluhurit. Për shkak se pluhuri e ka ba. Dhe tu të regon për atë se Hazreti Aliu ka qeni kujdesshët. Trimnin e ka kallzu atë ku duhet tjetë trimnia, me doptit nuk ka kallzu trimni. Bile edhe ata të cilë thash që e kanë ofendu, nuk i ka vra për shkak se mos jetë se nga ofendimi, nga inati, po për hir të Allahut e ka ba. Edhe asnjëherë nuk e kanë bit pa e këthirë në Islam. Një ditë Hazreti Aliu, edhe këtu duhet marrim një shembull që të na jese, ndoshta që të na jese ta marrim me vete, thot kur erdhi në shtëpi, Hazreti Fatimja ka qenë shumë e ngarkuar me punë të shtëpisë. Kam pas dele, kam blu vet mellin, grunin, ka pas shumë edhe shef shumë e lodhët. Dhe Hazreti Aliu i thot, oj bia e pejgamberit. Tha, baba i pejgamberi ka rop, ka zonë rop dhe ka një numër të mirë ropës. A nuk dishte ma mirë të shkojmë ne dhe t'i kërkojmë një rop që të ndihmone në punë të shtëpisë. Hazreti Fatimja u qu bashkë me Hazreti Aliun dhe shku. Kur shku në gje dhe ja tregun rasti. Kështu. Që dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, ne të kishim qenë ne, do njani prej neve, gërkon një ndihmës, jo, unë e ku mundëse jam kretar, 2 do ta, 3, për fëmijën tema, ja, kështu. Nuk ka dash t'i bëne dembela dhe t'humbin të mirësitë e Allahut nga puna që e bëjnë. Tha kështu, a tha do të këtu kallëzojt një gjë që është më e mirë se sa të kesh një shërbetor. Po ja Rasulallah, para se të fleni, që tash kjo është ajo porosia që dap, para se të bini të fleni, thot. Edhe Hazreti Aliu thot edhe Fatimës, para se të bini të fleni, thot do të thoni 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu Ekber. Po doni të letësohen punët e nesërme, të ditës. Dhe thot Hazreti Fatimja dhe Hazreti Aliu, thot, asnjëherë më nuk i kemi lanë këtë dhikër, para se të bjetë flenë, dhe për herë kemi pas më ma letë ditën e nesërme. 33 herë subhanallah, para se të bjesh flesha, 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, dhe 34 herë Allahu Ekber. Tash në kohën e Ebu Bekrit dhe kohën e Omerit dhe Othmanit, Hazreti Aliu prap ishte aktiv dhe këtë e shfrytëzonin Ebu Bekri, Omeri, Othmani për dijen që e kishte ai. Nuk rinte se tash ti e kryetar bën çka duhesh, pejgamberi vdi që jo ki prap ishte në ndihmën atij kur ato i kërkojshin ndihmë. Në rast për rasteve, Hazreti Ebu Bekri donte të marrë një iniciativë që si kemi kallzu luftë hine me romakët, bizantinët. E dikush i thonte jo, dikush e kështu që nuk i jepshin, nuk e motivonin. E thiri Aliu, tha, ma thirrni Aliun. Tha Ali, thashka, tha, ja Amir al-Mu'minin, nëse ti fillon ofanzivën, do të fitosh dhe do të jesh fitimtar. E morin ofanzivën dhe dul fjale Aliut. Dhe një rast tjetër, në kohën e Ebu Bekrit, njani kishte pi alkohol. Dhe gjithë ato sahabe që ishin ato duhet dënohet. Dënimi me 80 shkopi. Tha ku Aliu? Erdha Aliu. Tha çka është ja Emir al-Mu'minin? Tha kështu është, tha çka duhet bëjmë me këtë njeri? Tha këtë njeri para se ta dënosh duhet të marrish një njeri se ai ka arsyetu se unë nuk e di se ka zbrit ajeti për ndalimin e alkoolit. Ai ka zbrit shëron e pejgamberit. Ajeti, ta shkoja e Ebu Bekrit, thot unë nuk e di. E thot Hazreti Aliu thot, dhe mirëni një njeri nga ensarët dhe nga muhaxhirët, që ato të vërtetojnë vërtet se ki njeri nuk e din. Dhe kur vin ato, po ato e vërtetojnë se ki me të vërtet nuk e din se ka zbrit kja ajet. Se ka dit njeri edhe e lishojnë. Tashmu e din. Kjo ishte mendimi se ishte shumë i shifte sende dhe për atë pejgamberi tha ajo është që gjekon drejt për Aliun. Kohën e Omerit, një ashtu Omeri donte të morë një ofanziv kundër romakëve, bizantinëve.
Dhe Hazreti Aliu në këtë rast i tha, mere iniciativën, por mos shko ti me ushtrinë. Ti do ta vazhgosh ushtrinë prej Medine. Dhe shumë raste, në shumë lufta, Hazreti Omeri i ka përcjell dhe i ka vëzhgu pi jashtë. Të dini rastin pin hutbe, ditën e xumë e thirrën atë ushtarin në Yemen, kodrë mbaje. Dhe ki zosh shkon njëra gje, kur vinë ushtarët e tregojnë rastin si kur mos ishte Emirul Mu'minin, na thonte kodrën neve do ta humbshim luftën. Dhe Hazreti tha, ti do ta zgjedhish në krye të ushtrisë një i cili ka provoj luftarake dhe është komandant i mirë dhe do t'i zgjedhish ushtarët që janë më të rima. Dhe ti do të rish këtu, ata në shkojnë, nëse fitojnë, nëse e humbin luftën, e kanë humbë veç luftën. Ti je këtu dhe do të kujdesesh për shtetin islam. Dhe e pranoi Hazreti Omer. Rast tjetër, tha Hazreti Omeri tha, sikur mos ishte Aliu do t'isha shkatru. I vin një djalë i ri, dera e dituris, dera e këtij qytetit. Tha, i vin një djalë i ri dhe janë kohët Hazreti Omerit për nonën e tij. Tha, kjo është nona ime dhe nuk e pranon se është nona ime. Ajo thot, jo, kjo nuk është djali im. Thot Hazreti Omeri, po atëherë tha, ku ki e dëshmitar se s'është djali jot, tha, i kom vllaznit e mi. Dajlarët. Thuan dajlarët se nuk është, ki me të vërtet nuk është djali kësaj. Edhe atëherë ki bon një ftira kësaj gruas dhe thot, mirë një qënja në burk. Kër e marin ta që në burk, ja o Aliu. Tha, ku e qani këtë djallë të ri? Thot, kështu është puna. Edhe këtë mere të prap, e thirën atë gruan. Thot, çka është problemi? E ju të regon, thot, jo, thot, ki nuk është djali jem, që i kom vllazit si dëshmitar, edhe unë jam, jo se s'është djali jem, po unë dhe jam e pamartut. Aha, tha pamartut, okej, tha, kështu, që Allah tash, logjika. Tha, unë prej këtij momenti e shpalli këtë djalë me këtë grue, burë e grue. Se që në ka pamartu, këtë e shpalli burë për këtë dhe unë e paguj mehrin e këtij djalit për këtë grue. Na këto parët 4.000 dirhem, ja ep dhe shko thët epja edhe mere këtë dhe kjo është gruja jote. Subhanallah, që Allah ta çka djen. Ai kur ja çon parë thot çau thot se tash je gruaja jeme, ai thot zarmi është zarm gjë gruaja. Tha zarmi është zarm. Çka doni të bëni ju me mua? A doni të martoni me djalin tim? Hop. Po tha shir, tha un vllaznit më kanë martu me një burr. Me dhunë kanë martu. Dhe ai fëmiu ka lind me atë burr dhe ky burri tash nuk e don. Ma përzen djalin. Edhe më ka detyruar të them se ky nuk është djali jem. Kjo është. Edhe kjo thot merret tash djalin dhe jeta. Ta këtë e bën thot Omeri. Omer thot, mos ishte Aliu do të shkatërrohesh ti. Radiallahu anhuma. E tash në kohën e Uthmanit, edhe në kohën e Uthmanit, edhe Uthmani o konsultu shumë një rast thot o dash ta dënoj një grue me regjëm. Si, thot se ajo martu mbas 6 muajve mbas martes i ka lind fëmiu. Dhe ki buri thot kjo nuk është 6 muaj, 9 muaj, edhe 3 muaj, kjo e ka nis 3 muaj para. Edhe Hazreti Uthmani thot duhet bëhet regjëm. Edhe Hazreti Aliu tha jo, ka dalën. Thot Allahu në Kur'an përmendën thot wal walidati yurdina hawlaini kamilain. Auladahun hauleni kamilein. Thot gratët do t'i apin gji fëmiu 2 vjet plota. Ma tha ajeti që wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahr. Edhe bartja, barku, fëmiu në bark, edhe ato 2 vjet që i jep gji janë 30 muaj. 2 vjet 24 muaj. Edhe tash 24 muaj, jo në 6 muaj. Pa ka mundësi fëmiu të linde me 6 muaj. To janë 30 muaj dhe thot kjo është fëmiu jot. Edhe e shputon këtë gruan. Këtë kush e bën? Hazreti Aliu. Tash kur vjen koha e khalifatit për ta zgjedhur khalif Hazreti Aliun, kush e zgjodh dhe si u zgjodh? Hazreti Aliu nuk e donte khalifatin e sidomos në ato momente kur duhesht ai të zgjidhet.
Basi u vra Hazreti Othmani, u kallzon në takimin e kalut, dhe Hazreti Aliu u largu u mqef me një fjalë. 5 dit musliman i kanë hëdheq këto vrasit e Osmanit. Do thot s'ka pas khalife. Dhe mbas 5 ditëve shkëngrihen egjiptasët, që Egjiptit ishte edhe krija e këtive munafikve, Abdullah ibn Sebe, thot, i shkojnë Hazreti Aliut, e lusin që të bëhet, ki thot, mleni rahat, nuk pranoj. Pastaj shkojnë ke Talha, shkojnë ke Zubejri, shkojnë ke Abdullah ibn Omeri, kërkush nuk pranon. Dhe atëherë u thuan, dalin këto, thot, o Medinas, nëse ju deri nesër nuk e zgjidh një khalifen, ne kemi me vra Aliun, kemi me vra Zubejrin, Talhan, edhe shumë sahabe tjerë. Atëherë ngrihen këto shokët e pejgamberit, sahabe që kanë qenë, dhe shkojnë e lusin Hazreti Aliun, amën, ti ai cili meriton ti jesh, pranohe këtë, të qetësojmë situatën. Mirë po Aliu e dinte se si të vine në krije të khalifatit, gjone parë që duhet të bëne, duhet të bëhet të marrë hakmarrje. Ti gjykone vrasit e Othmanit. Dhe ai ka qenë natë e gjumon, këto e bindin që ai duhet të pranone, thot po, amën me kusht. Unë do të shpalli para xhamatit, nesër është e gjumon. Hazreti Abdullah ibn Omeri thot, mëse bën, thot se mund dale probleme, dhe ngrihet njëni, dhe mund, tha, unë nuk e pranoja khalifatin nëse musliman nuk janë krejt dakord. Dhe del ditën e gjumon, edhe hipën Hazreti Aliun, thot, o shkoha për zgjedhjen e khalifit, ne pra me kemi bisedu, mu më kanë zgjedh si khalife, por me kush nëse ju krejt jeni të pajtuut. Nëse ju nuk jeni të pajtuut, atëherë keni drejt ju të asdini cëllën dani. Ato krejt që kanë qenë xhami, krejt e kanë pranu. Dhe e pranojnë khalifatin. Dhe momentin ki që e pranon khalifatin, mo tash, khalifati Hazreti Aliut ka zgjat 5 vjet e 8 muaj. Dokundi. Dhe ki nuk e pat fatin si kur khalife tjera që përhape kufite islamit. Ti hape kufit. Për shkak se këti, pëj momentin e parë fillun problemet mes muslimanve. Kishte fitnje e madhe dhe fitnë gjithë atë ishin 6.000 vetë të munafikët që i bën fitnje që e vranën e Hazreti Osmani dhe ishin brenda në Medine. Dhe ishte shumë problem, njëherë duhesh të ki ti qetësone situatën. U ngrej Abdullah ibn Talha dhe Zubejri, këto dy sahabe, u ngritën dhe i thanë Aliut, thot tash duhet të marrim iniciativën të gjojmë vrasit. Aliu thot, nuk është koha njëherë, sa ato janë shumë dhe janë pregaditët të armatosët shumë dhe derdhim gjakun e muslimanve këtu në qitetin e pejgamberit. Atëherë këto i thanë atëherë, na lejo, unë kam njofsi, Talha thot, unë dhe shkoj në Basra, ki tjetëri thot, unë dhe shkoj në Kufe dhe pregadit ushtri dhe dhe vim me ushtri këtu. Tham lini të mendoj deri nesër. Kur erdhën nesër, prap Hazreti Aliu tha jo. Shifte sendet larg, ishte larg pamës, se atëherë ku bazoheshte Hazreti Aliu që nuk duheshte ti mbise këto? Ai bazoheshte në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Se edhe në kohën e pejgamberit kishte munafik. Abdullah ibn Seluli, hap të zdulaj. Pejgamberi nuk e vrau. Bile e thirrën edhe t'ja falen namazin e xhenazës. E tha unë si ta bëj këtë. Përse vetëm të ruhet uniteti, se na përmjet të drunit tha dhe digjet edhe i lakët, aty dhe të vritet shumë. Tha jo, tha edhe këtë nuk e lejo, thë se dhe bëhet dhe derdhet shumë gjak në qitetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe kështu që fillon atëherë Hazreti Aisha nuk ishte prezente, ishte në haç me Hafsën, gruan tjetër pejgamberit atë motrën e bien e Hazreti Omerit, dhe ato kur murën vesh se e kanë vra Hazreti Hamzën, Hazreti Aisha edhe jo u pregadit me një ushtri, që se jo kundër Aliut. Këndin anën tjetër Muaviu ishte në Sham, edhe ai pregadit të gërkojshin vrasit e Osmanit, jo të vriten musliman, dhe këto gërkojshin
që bashkohen muslimant dhe t'i gjojnë vrasit. Dhe e akushzun këtë kushzim Hazreti Aliut. Ti duhet pa tjetër këtë ta bësh, kupton. Kjo të regonte se nuk është koha dhe dhe të vinë momentit të forcohemi, mirë po ato ishin komgullës, Hazreti Muaviu ishte djalë migje me Othmanin, do thotë ishte familjes Othmanit, dhe në këtë mënyrë ato mundoheshin që ta marrin hakun, gjakun e Othmanit, po Hazreti Aliu thonte, jo, duke u bazuar nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe në fund erdhi që me Muaviun Hazreti Aliu bëni një marrëveshje. Ta bëni një marrëveshje dhe kjo marrëveshje që e bëni Hazreti Aliu me Muaviun ndikoi negativisht në një grup që ishin përkrahësit e Aliut. Dhe ato u quajtën në Havarigja, dulën nga Aliu dhe këto sot e kësaj dite ekzistojnë të njerëz të cilët to spranojnë as sunnet, hadithas, to janë vetëm me Kur'an që ato si quhet kuranist. Edhe këto e quajtën Hazreti Aliun qafir. Pse qafir? Se ti nuk ke gjiku me Kur'an, po ke marrë njerëz gjikojnë për këtë çështje. Se ata nga Muaviu ishte Amr ibn Asi, nga Hazreti Aliu ishte Musa al-Ashariu, dhe këto duheshin ta marrin një vendim për bashkët që ti pajtojnë musliman, bashkohen musliman dhe pastaj ta gjejnë vrasit e Othmanit. Mirë po këto havarigjet kur e morën këtë të u largun nga Aliu dhe këto u organizuan që edhe ta vrasin Hazreti Aliun dhe normal vrasja Hazreti Aliut veç e dinte Hazreti Aliu se do të vritet, pasi që një rast pejgamberi kur i ka thënë kjo mjekër do të skuqet nga gjaku dhe nga një dorë e një xhehenemliut që do jetë xhehenemli. Dhe kur një rast Hazreti Aliu që nga smun dhe këta i thonë shkon në Medinë, prite vdekjen, thotë jo, unë nuk vdes nga smunja. Unë nuk vdes nga smunja, po unë do të vdes nga dora e një xhehenemliut, cili duhet të më lage mjekrën tjeme me qak. Dhe këto havarigjet pra erdhën njerë ka jo dhe e vranë Hazreti Aliun. Edhe atë ditë Hazreti Aliu ishte Ramazan, a i kishte si zakon Hazreti Aliu, kur ne që së nevojme dhe ke shpia tona, a i e bunte në përderët e gjithë muslimanve, a i kur dilte për të shku në sabah, bjen një në zderë, namazi sabahut, bjen në derës tjetër, namazi sabahut, kur mërin në xhami, edhe kur e shef këtë katilin që duheshte ta vrase, se ki ishte betu që do ta vrasi, njëni 3 vetë ishin të pinë me që u nisën, njëni do të vrase Muaviun, tjetri Amr ibn Asin, dhe njëni Aliun. Ato di, nuk patën sukses së në arritën, e ki e bëni duke u falë Hazreti Aliu, dhe e pret këtu ke vetëllët, dhe gjaku i bie këtu ja lagën mjekrën krejt, edhe kështu edhe përfundon Hazreti Aliu duke qenë agjerushë dhe duke qenë të u falë. Dhe kur amanetin e la për vrasin e dishin, se ato e rokon vrasin, dhe thanë, këtë nuk do të avritni, dhe ta lini, dhe ta mbani, dhe burgosur, derisa nëse unë nuk vdes, unë dhe mirën me këtë. Ose do t'ja fali, ose do t'a lishej. Por nëse unë vdes, atëherë ju keni drejt mirëni gjakun në si hakmare kisas, të bëni kisas. Dhe kjo të shullas sa i kujdeset ishte vetëm më derë dhe gjak, Hazreti Aliu. Edhe pse ati ja derë dhe gjakun. Këto ishin pika shkurta lidhje me jetën e Hazreti Aliut. Allahu qoftë razima atë dhe me ne, inshallah. Allahu në bashkoft në botën tjetër me pejgamberin dhe me të gjithë sahabët në xhennet, inshallah. Edhe një herë falënderit për mirëkuptimin tuaj dhe ma boni halal, inshallah. Zoti është razi dhe i kënaqet. Falënderit.